Në trupin ton kemi rreth 206 kocka, të cilat kryejnë funksione të ndryshme. Pra sistemi jon kockor ka disa funksione. Funksioni i parë është mban strukturën. Te kockat lidhen gjithë pjesët e tjera, muskujt, ligamentet dhe gjithçka tjetër. Gjithashtu brenda kockës prodhohet palca. Palca e kockës prodhon eritrocitet, rrozat e kuqe të gjakut, rrozat e bardha, leukocitet, trombocitet e të tjera. Gjithashtu kockat shërbejnë si një depozit për mineralet që na duhen në gjithë trupin tonë. Është depozit për kalciumin, për magneziumin, për hekurin. Rreth 85% e gjithë fosforit që ndodhet në trupin tonë depozitohet në kocka. Dhe gjithashtu kocka së bashku me muskujt mbajnë peshën e trupit tonë. Përveç pozicionit mbajnë dhe peshën. Trupi jon, gjithë pesha që jon reflektohet ose shkon ke kockat edhe ke muskujt. Përshëndetje miq, unë jam Vali dhe sot do flasim për dobësimin, varfërimin e kockave, ajo që quhet osteoporoza, osteopenia e të tjera. Problemet e vetme që lidhen me kockat në jetën tonë, më të shumti janë ato që kanë të bëjnë vetëm me ushqimin dhe me moshën. Moshës dakord, në një farë mënyrë nuk kemi që bëjmë, por ama mund të kompensojmë dhe pjesa më e madhe ka të bëjë me ushqimin. Kockat më saktë janë indi kockar, pra siç kemi indin muskular, indin trunor, indin e mëlçisë, edhe e njëjta gjë është edhe ke kockat. Pra kockat nuk janë mas, vetëm kalcium, minerale. Është një ind vital, ka qeliza brenda, osteocite në fakt. Kur dëgjoni gjithmonë fjalën cite në mbrapa, bëhet fjalë për qelizën. Hepatocite, qelizat e mëlçisë, osteocite, edhe miocite të muskujve e të tjera. Janë dy lloje, në kockat tona ne kemi rreth 55% kemi minerale dhe 45% kemi proteina dhe kolagjen, ose më saktë proteinë në formën e kolagjenit. Kolagjeni e kemi dëgjuar gjithandej me fjalë, kolagjeni është indi lidhar. Janë 5 lloje kolagjenesh të ndryshme. Do flasim në një video më vete për ato sepse është shumë e rëndësishme në lidhje me rrudhat, si të heqim rrudhat duke marrë suplement natyral kolagjeni. Kemi dy lloj qelizash kryesore, hym tani ke osteoporoza, kemi dy lloj qelizash kryesore kockore, të cilat janë në balancë ose në luftë tërkohës me njëra tjetrën gjatë gjithë jetës sonë. Ato varen si kush fiton dhe njëra ose tjetra në varësi se ne si përdorim në trupin tonë, çfarë ushtrime bëjmë, lëvizjet specifike dhe të tjera. Ato janë osteoblaste dhe osteoklaste. Pra osteo është qeliza kockore, si më thënë, dhe blaste janë kundërtojnë, osteoblaste kundërtojnë ose kur riparojnë, dhe osteoklaste kur heqin ose kur shkatrajnë. Pra osteoblastet tërkohës prodhohen sepse ne lëvizim dhe muskujt japin stres në kockë dhe thotë do prodhosh qeliza në këtë vend. Dhe osteoklastet janë kur ne nuk prodhojmë asgjë, nuk lëvizim, nuk bëjmë asnjë lloj veprimi, dhe osteoklastet thotë nuk kemi nevojë dhe do heqim sepse nuk ka stres nga muskujt ose nga ligamentet. Keni parasysh astronautët. Astronautët kur kthehen në tokë i shifnin që janë të shtrirë, nuk ngrihen dot në këmbë, nuk lëvizin, i marrin si më thënë me barel, sepse duan disa kohë, pikërisht sepse ata kanë humbur një masë kockore për shkak të forcës pa lëvizshmërisë në hapësirë. Siç u thash, kockat tona ndryshojnë ose rimodelohen çdo 4 deri në 10 vjet. Në fillim fare, kur lindim deri në moshën rreth 30 vjeçare, janë osteoblastet ato që ndërtojnë, që riparojnë ose që krijojnë ose që shtojnë masë në kockat tona. Dhe osteoklastet janë më të pakta në numër. Po duke filluar nga mosha 30 vjeçare, osteoklastet ose këto qelizat që shkatrojnë kockën tonë, fitojnë terren dhe ato ulin pothuajse 0.7% të masës sonë kockore çdo vit. 0.7% në vit në fjalë është shumë, jashtëzakonisht shumë. Ndërsa, siç u thash, këta astronautët ta humbasin 1% në muaj. Kaq keq është situata me ata. Kaq shumë e rëndësishme është pse ndodh osteoporoza ose pse kemi probleme të kockave dhe sidomos kjo reflektohet sidomos në moshën e lartë. Pas mosës 30 vjeçare, ne humbasim 3 parametra kryesorë, ose 3 hormone kryesorë. Pra zvogëlohet ose bie hormoni i rritës, growth hormone, ulet testosteroni ke meshkujt,
ulet. Fillon bie dhe ke femrat ulet estrogeni, si që thash ke video mbi infertilitet ke femrat, për shkak të uljes së numrit të vezëve, ulet edhe sasia e estrogenit. Problemet që mund shkaktojnë të njohura, që mund shkaktojnë osteoporozën ose dobësimin ose varfërimin e kockës, janë hipertiroidizëm dhe hiperparatiroidizëm. Gjëndra paratiroide dhe tiroide janë bashkë të dyja. Kur kemi hiper të tyre, me fjalë, ato do shkojnë dhe do çlirojnë ose do marrin kalciumin, do heqin kalciumin nga kocka për ta nxjerrë në qarkullim në gjak. Alkoholi është i përdorur dhe i njohur, bashkë me duhanin sigurisht. Raca të bardhët dhe aziatikët janë më shumë të prirur për të pasur osteoporozë sesa raca e zezë afrikane ose raca hispanike ose në Amerikës Latine. Pijet e gazuara, nga që kanë acid fosforik shumë, me fjalë, janë të njohura, thonë që biles njerëzit e din, me fjalë, thonë mos pi shumë pijet me gaz, me fjalë, sepse mund të të marrin mineralet nga kockat. Shumë e rëndësishme, jashtëzakonisht e rëndësishme është mungesa e vitaminës D dhe e vitaminës K2. Për shkak se ato do përthithin ose absorbojnë kalciumin në zor. Dieta me karbohidrate, me sheqerna, do krijojë se s'bën probleme me këta. Dhe kemi jetën sedentare, pa shumë lëvizje, duke mos lëvizur muskujt, ne nuk japim stres te kocka, duke mos japur stres te kocka, do rriten osteoklaset dhe osteoblastet nuk do krijojnë. Janë disa ilaçe në stomak që përdoren antiacidet e stomakut, jo? Hydrogen blocker, me fjalë, dhe ajo që quhet inhibitor proton pump. Aciditeti ne na duhet sepse në këtë mënyrë do të shpërbëjmë kolagjenin në stomak. Edhe proteinat, po edhe kolagjeni somos. Kolagjeni më së shumti shpërbehet në stomak. Nëse nuk shpërbehet kolagjeni, ai do vazhdojë, do kalojë në zor, do bëhet ushqim për mikrobiomin, për bakteriet, do dalë jashtë dhe ne nuk do marrim kolagjen. Dhe siç u thash, 45% e kockës përbehet prej kolagjenit edhe prej vitaminave. Janë disa ilaçet që merren ke diabeti tipit të 2, sa për të ditur Actos dhe Avandia, dhe janë këto steroidet ose kortikosteroidet. Zakonisht njerëzit marrin si anti-inflamator në sëmundjet autoimune, në alergji, në azma, janë këto që mbahen me zon, prednizon, kortizon, hidrokortizon, dexametazon, metilkortizon e tjera. Dhe sa ata që marrin litium për shkak të problemeve nervore. Si diagnostikohet osteoporoza? Janë dy stade të osteoporozës. Kemi osteopenin, e cila është e vështirë për të diagnostikuar ose nuk ka shenja klinike, por mund të diagnostikohet me anë të një aparati që quhet DEXA, Dual Energy X-ray, ose energjia e dy fisht me rrezet X. Nëse kjo vlera ose makina e nxjerr vetë vlerën, nëse është më pak se -1, atëherë them se kemi osteopeni, paksim të masës së kockore. Ndërsa kur kemi më pak se -2, atëherë themi se kemi osteoporozë. Mbi 2.5, -2.5 është osteoporozë e rrallë. Statistikisht, femrat mbi moshën 50 vjeçare, pothuajse gjysma e tyre ka osteopeni. Sa për ta ditur, për shkak të, siç u thash, kemi problemi me estrogenin dhe ato do kenë, rreth 50% e femrat do kenë osteopeni. Duhet të kenë shumë kujdes se mos pas moshës 50 vjeçare kur fillon menopauza. Siç fola ke menopauza, mund të shikoni edhe një video më para. Gjithashtu kemi atë që quhet osteomalacia. Ke fëmijët, ne dikur e përdorim emrin rakitik, rakiti. Rakiti është kur kemi mungesë të sidomos të vitaminës D3. Ndërsa këtë rriturit quhet osteomalacia, zbutje e kockës. Më tepër kur humbasim material mineral se sa proteina. Dhe kemi dhe të fundit të Paget disease, sëmundja Paget, kur osteoklaset ndoshta për shkak të pjesës gjenetike janë shumë aktiv dhe edhe në numër, po edhe janë shumë aktiv dhe nuk mund të kompensohen nga osteoblastet. Disa lloj sëmundjesh si Crohn disease ose celiac disease, çdo lloj sëmundje e cila pengon përthithjen e vitaminës D në zor, këto do të krijojnë uljen e kalciumit, uljen e fosforit, do rritet hormoni paratiroid, ajo që thash, hiperparatiroidja ke tiroidja, e cila heq kalciumin nga kocka. Shenjat klinike,
siç e thash, shenjat nuk janë shumë të shprehura, po megjithatë duhet të vini re disa shenja të vogla. Pra kur dikush ka paksin të mishave të dhëmbe, i dallon ato dhëmbë sikur bien ose janë zvogluar mishat e dhëmbës. Kemi ulje të porozitetit në gishta, dhe nuk kemi fërkim, do të kapim dira duke sikur kemi të rëshqiqme gishtat ose këto poret e gishtave me fjalë. Mund të kemi thonjë, kur thonjt janë të thyeshëm, të dobët të thyeshëm, edhe dallohen sikur kanë një farë grisje në majën e tyre. Mund të kemi dhimbje në qafë edhe në shtullën korrizore. Kjo është tipike me fjalë për shumë njerëz. Duhet direkt ta shkojmë mendja për osteoporozë. Kur kemi një ecje të përkullur, disi me kujdes, kur ecim me kujdes ose me përkullje, kur ulet gjatësia, me kalimin e moshës, kemi ulje të gjatësisë dhe nëse kjo ulje është e theksuar, kemi të bëjmë me osteoporozë. Si dhe e fundit mund të bëhet e dukshme, goxha e njohur është fraktura, kur thyet. Kemi thyrje të kockës në një rrëzim të vogël, në një shkallë kur lëviz me fjalë ose kur pengohesh, dhe kur ndodhi frakturë me fjalë e kollajshme, që s'duhet ndodhet aq kollaj me fjalë, atëherë kemi dojnë që kemi osteoporozë, dallohet pastaj kur bëhet grafi. Çfarë mjekimi bëhet? Mjekimi konvencional ose mjekësor jepen ilaçe janë calcitonina, alendronate, shumë e rëndësishme, mbajini mend të është vitamina D3 me K2. Pra mund merrni vitaminë D3 vete dhe vitaminë K2 me vete, ose janë vitamina që janë bashkë, shiten pikërisht për këtë qëllim, D3 dhe K2. Firma të ndryshme, zgjidhni si të doni, kërkoni në Google review-t e gjithçka tjetër. Unë nuk rekomandoj asnjë lloj ilaçi. Vitamina, keni parasysh pse merren bashkë. Vitamina D3 përthith, pra kur ne hap ushqimin që ka dhe kalcium brenda, vitamina D3 përthith këtë kalciumin nga zorët dhe e fut në gjak. Ndërkohë që vitamina K2 e merr këtë kalcium nga gjaku dhe e fut në kocka dhe e depoziton atje në kocka. Prandaj është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme që të merren të dyja bashkë kur kemi osteoporozë. Vitamina A, jo si vitamin, nuk flas që ta mbledhni në farmaci, po që ndodhet ke veza, ke djathi, në mëlçi, e skuqura, në gjalp. Kjo ndihmon për mbajtjen e materialit kockor. Gjithashtu marrja mund të merrni elektrolit ose mund të merrni magnezium, kalcium, mund të merrni zink, kalium, të cilat rritin aktivitetin ose përthithjen ose krijimin e vitaminës D. Gjithmonë të shkojnë ke vitamina D në këtë rast. Hani krip, siç u kam thënë, me shije dhe me masë, sa e keni shijen tuaj. Mosmarrja e kripës statistikisht ka treguar që njerëzit që nuk marrin krip kanë më shumë osteoporozë. Gjithashtu janë këto ushqimet që kanë shumë oksalate. Folëm për oksalatet edhe ke frutat, folëm për oksalatet edhe ke gurët e veshkave. Çfarë janë këto oksalatet? Janë pjesa përbërëse të bimës, të cilat kërkojnë një afrimitet jashtëzakonisht shumë të madh për mineralet. Pra ato ku gjen kalcium, magnezium, hekur, ato lidhen me to dhe e nxjerrin jashtë trupit tonë, me fjalë, që në zor biles. Edhe kur futen në gjak, prapë po aty do marrin kalcium, magnezium dhe hekurin dhe do ta nxjerrin jashtë ose do të krijojnë gurët në veshka. Kush janë këto ushqimet? Janë çokollatat, janë barishtret, spinaqi, që është kryesori, janë shumica e frutave dhe sidomos kur pini shumë çaj ose shumë kafe gjatë ditës, sepse ato kanë oksalate. Varfërojnë kockat tona nga këto mineralet. Janë disa lloj ilaçes, janë të shtreta, po megjithatë shiten, janë të cilat synojnë të ulin veprimin e osteoklastave, pra që osteoklastet mos shkatrojnë kockën, mos të heqin ato. Mirë po, kjo krijon një problem të dyfish, sepse qelizat kockore vdesin dhe nëse nuk kemi osteoklaste, ato nuk i heqin dot andej. Pra ato ngelen aty të vdekura dhe të ngjitura në pjesën e kockore. Gjithashtu, osteoblastet duke u krijuar do bivendosen mbi këto. Pra nuk pastrohet kocka. Ngelet ashtu e dëmtuar, gjysë e kalbur, si më thënë, se s'ka osteoklastet veprojnë në këtë mënyrë dhe osteoblastet do krijohen. Çfarë mund të krijojnë deformim të kockës dhe fraktura atipike, ortopedët kur e shikojnë thonë është e pakuptueshme pa arsye pse ndodhi. Kjo është arsyeja. Nëse ata marrin këto ilaçet që dëmtojnë ose pengojnë veprimin e osteoklasteve. Gjithashtu osteoblastet, ato
të mirat që krijojnë dhe të riparojnë, krijojnë ose punojnë jashtëzakonisht mirë kur kemi një regjim të rregullt të gjumit. Pjesa më e thjeshtë ose më natyrale që ne mund të bëjmë që kemi në dorë janë dy. Është ushqimi i bollshëm me proteina dhe me yndyrna. Siç u thash, 45% e kockës është proteina e yndyrna. Nëse nuk hani proteina dhe yndyrna, ju humbisni këtë material jashtëzakonisht të rëndësishëm. Dhe sidomos kolagjeni. Pra kolagjeni her pas here ju mund të zjeni kockat pa asgjë tjetër, vetëm kockat. Dhe lëngun kulloreni sigurisht dhe atë mund ta pini. Të paktën një herë, 2 herë në javë, ose mund ta fusni në frigorifer, e shkrini dhe e shoqëroni me ushqimin tuaj. Paraman, kjo është mënyra për të marrë kolagjen në mënyrë të bollshme. E dyta, dhe jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, janë ushtrimet dhe aktivitetet. Siç u thash, që të krijojmë osteoblaste, ne duhet të lëvizim muskujt. Po të lëvizim muskujt janë të gjitha të bashkuara me kockat, nëpërmjet ligamenteve, fascieve, pra gjithë kocka është e lidhur me muskuj. Sa më shumë stres ne krijojmë në bazë të ushtrimet që bëjmë, aq më shumë nxisim prodhimin e osteoblasteve dhe aq më shumë kocka riformatohet ose rimodelohet dhe qëndron e shëndetshme, pa krijuar osteoporozë. Janë disa lloj ushtrimesh, unë po ju tregoj ose po postoj disa fotografi këtu me fjalë, ka me qindra video që tregojnë si çfarë lloj ushtrimesh. Janë jashtëzakonisht shumë të thjeshta, ngritjen majtë të këmbë, ulje në karike, mbështetje në mur, jashtëzakonisht shumë të thjeshta, por shumë të rëndësishme sepse ato japin stres kockës që të prodhojë qeliza të reja kockore për të rimodeluar, për ta bërë kockën të re nga fillimi. Osteopenia shërohet jashtëzakonisht shumë kollaj. Osteoporoza kërkon pak vite, por ama është e rikthyeshme. Thonë që është e parikthyer, është e rikthyeshme. Sa më pak barishte, siç gjithmonë do a them këtë gjë, sepse kanë oksalate dhe oksalatet heqin materialin nga zorat tona. Përpiquni të mbani pesha her pas here, të ngrini pesha, mos bëni shumë kërcime, me kujdes shkallët dhe kombinojeni gjithçka me dietën keto. Në videon e ardhshme do flasim pse ne shëndoshemi. Nuk është ajo që mendoni juve, nuk ka të bëjë sa hani shumë. Mund të duket e çuditshme, është surprizë. Shtypni notification që kur të shijojmë videon tjetër të kuptoni pse ne shëndoshemi. Mirupafshim dhe ju uroj të gjithëve të keni shëndet.